shkon të këtyre të fustin familjarë, ta më thëmë. Në lista? Ja, nuk shkon. Mirë, e kanë shpjeguar ato Po arsyet s'ka pse i shpjegima, kanë ja, bërë. po s'bën ashtu. Nuk bën ashtu, am thëmë. Sepse nuk bën ashtu. Ja, nuk bën. Drejt me thënë nuk është se është etike, nuk ka etike Nuk elektorale, kishte se Mirë, pra kjo është- dëruar disa parime. Tjetër gjë. Dakord, po që se e ke, nuk jam kundërshtim, po që se e ke vllaun apo gruan apo vjerrin aktivist që lufton me bën. Po, ai mos po ja tash merr futi fëmijë, mace mije këtu. Me deklarata notariale që po more vota, le ka shëmat kod. Dakord. Erla, të lutem. Mirë, Ilias, Kam diçka. thuaje ti pyetjen që të vazhdojmë me. Kam Okej. diçka. Doktor, dëgjoj. Për shkak të koalicionit është shumë e rëndësishme. Doktor, për shkak të punës time, modestisht i njoh mirë sistemet zgjedhore. Çfarë duhet të them? Ky sistem zgjedhor që keni aprovuar ju me zotin Rama, është një sistem që favorizon... Ja, ka bërë Rama me kujtimi këtë. Të lutem, të Me lutem. realist. Jo, reforma, ky sistem që Jo, është... nuk është mirë. Të Të ishte lutem, të prezant. lutem. Manjan, se zoti Berisha thot tani që ky sistem zgjedhor nuk i favorizon partitë e vogla. E pikërisht është bërë me këtë qëllim, doktor. Absolutisht po. Jo, është bërë me qëllim që të mbahen dy partitë e mëdha në Shqipëri dhe mos dalin partitë vogla. Mirë. Ky është problemi strukturor i Zoti këtij Ilias, sistemi. mund të jap një sqarim? Ta mbaroj. Pra ju po thoni tani që çdo parti e ri që del, qoftë nga PD-ja dhe qoftë nga PS-ja, është një problem se sistemi zgjedhor nuk e favorizon dhe duhet bashkohet me ne. Dhe unë po ju them, dhe këtë e kam kritik publike, profesionale, merrni si doni, që ky sistem zgjedhor është bërë pikërisht që të mbajnë në këmbë vetëm dy parti dhe mos të favorizoj partitë e reja apo fraksionet që dalin nga ato. Se ju shumë mirë e tha tani që partitë e reja po dolën nuk i favorizon sistemi. Por ama, doktor, për mua është gabim. Pse është gabim? Edhe nga ana strategjike dhe ana elektorale. Dhe për këtë sistem jeni dakord, dhe ju dhe Rama, sepse favorizon dy partitë e mëdha dhe enka se keni bërë kështu. Kjo është e qartë për mua nga ana Bëj një profesionale. sqarim pak. Dhe vetë po e thoni ja ta mbaroj që Okej, ta se kam shpjegoj dhënë dy publikut pyetje tezën tjera time. pas. Dhe prandaj thoni tani që shiko se partitë e vogla po dolën nuk favorizojnë nga ky sistem. Po, nuk favorizohet se ju e keni bërë kështu, që mos të favorizojnë që të kishit ju monopolit e politikës në Shqipëri. Dhe unë gjykoj që kjo është një gabim për PD-n. Pse është gabim? Unë mendoj, doktor, dhe po ja u them sinqerisht këtë gjë, dhe është tezë që e mbështes, që në të djathtën shqiptare, sigurisht berishistët po i quaj unë, ma lejoni këtë term, janë në stramazhorancë. Berishistët në të djathtën shqiptare janë në stramazhorancë, ju keni mazhorancën më të madhe pa tjetër në të djathtën shqiptare. Por ama, ka një të djathtë tjetër në gjykimin tim në Shqipëri, të cilët nuk janë berishistë, por janë të djathtë. Dhe ju, kjo vot, ju duhet me pa tjetër për të bërë shumicën në Shqipëri. Dhe ky sistem zgjedhor që thoni ju, nëse do ishte një sistem tjetër ky, që do favorizonte edhe këto fraksionet e tjera të djatha në përkthimin e votës në mandate, do favorizonte gjithë të djathtën shqiptare dhe do ta kishte më të lehtë për të ardhur në pushtet. Kjo është kritika strukturore që i bëj unë këtij sistemi zgjedhor dhe dua dhe po ja bëj Ja të përgjigjet Berisha, Apo lutem se përgjigjet. kam dhënë pyetje. Kjo është, Ndjes Manjana, Tani, me që më kujtua unë diçka. garantoj që e vërteta në këtë rast është tjetër. Pse? Cilat? Në ligj dhe votur nga Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, çdo parti ka patur koshin e votave të veta. Zotëri, çdo parti ka patur koshin e votave të veta. Po, se ishte koalicioni Po, Kështu, shumë i mirë, po, partive, rregull. po. akti ndër më antidemokratik që bëri Edi Rama e hoqi këtë në qershor të 2005-s. Në mënyrë Okej. të një anshme, Okej. pa pyetur as 2021. opozit, 2021 në këtë. 2021, Po, po. E bëri Edi Rama. Përmbysi marrëveshjen që u firmos në ambasadën e Shteteve të Bashkuara, e përmbysi marrëveshjen. A ishte në ujdi me te apo jo, s'mund të them, se edhe mund t'ishte, jo edhe mund t'ishte. A ty vendos në ngrata jote tash i dhe e marrë. Shojnë ca fjale aty, edhe mund t'ishte tani, s'të them dot. Okej. Dhe i detyroi mizorisht të vegjëlit të mos kenë votat veçanta kur hynë në koalicion. Po, po. E bërja jo unë.
edhe se bëja kur dhe unë, një nga premtimet që bëm fat. Ky është një sistem zgjedhor, të lutem, që është bërë në 2008 për të eliminuar partitë e vogla. Ja të Unë ta të përfundoj. dëgjova, pranuar. Priti minut, jo, një minut. Ky është një sistem zgjedhor Unë që të është bërë dëgjova, në jo, 2008 nga Juve nga Rama për të eliminuar partitë e vogla. Ky sistem u Pastaj shkatruar. nësia ju doli jashtë parashikimit. Mos zotëri, ky Ja, sistem ta u përfundoj, shkatruar nga Edi Rama. Dhe me qëllimin e vetëm për t'i shkatruar partitë e vogla, e bëri. Unë i ofrova partive të vogla, hajdi, të fitojmë dhe ta ndryshojmë zgjedhjet, ta ndryshojmë këtë, se ky është mirëfilltas antidemokratik. Ja, është vërtet. Çfarë di bëjnë, hajde pse ti shkatrojmë ata? Pse s'u shkatruan ata kur unë isha në pushtet dhe kisha shumicë? Sepse isha i bindur që ata duhet ekzistojnë. Sepse ata përfaqësojnë ashtu siç janë, të gjithë së bashku përfaqësojnë 1/3 e elektoratit. Dhe unë kisha një koshiencë të qartë që ata duhet ekzistonin. Ata s'duhet ekzistonin dhe u bëri këtë sistem, me këtë kontekst që jemi sot, që dhe ju e latë ashtu si që ishte në se në shonë do të atë. Mirë në regull, pra. Jo, po se në shonë do të atë, do të 84 vota, unë opozitë. Unë mendoj që kur bëtë të ndryshimet e kodit, zbatimi vendimit kushtetutës që thatë. Po, e di të qarë ndryshimi u bë. Mund të rezistoni dhe mund të përpisheshit jo, pak se bënin faraj, Unë besoj këtë, doktore. Di pse ja u thash, sepse sot Partia Demokratike për të ardhur pushtet, ka më shumë nevojë për partitë e vogla se sa PS-i. Dhe mbajtja e këtij sistemi që nuk favorizon që të maksimizohet ajo votë që ju thash.